cilat ishin informacionet që të erdhen që të zgjuan dyshimin e arsyeshëm që diçka jo e sakt po bëjnë në numërimin e votave të tua personale. Se tani... Se kush po i merte? Se kush po i merte. E thash me elegancë, se unë do të ndjek elegancën në Ali Mehmetit. Dhe kush po i trafikon të thuhet sakt, shqip. Në logjikën time dhe në funksionin tim, unë nuk funksionoj vetëm me fjalë, kërkoj faktin, i kërkum KQZ-s pamjet dhe verbalet, materialet filmike, mbasi pam rreth 5% po themi afro, 5% diçka më shumë ndoshta të kutive të Tiranës, ku ne kishim dhe indicjet, realizum që po qëndrojnë disa gabime, dhe me këtë kërkesë në shkum kas. E quhet gabimi këta. Do të thënë, këto quhen lapsus atë thotë. Jo trafik. Ato ti vendosi pastaj institucioni si i quhen. Unë gjej që kjo votë që neve shofim në video nuk reflektohet nëse neve gjejmë. Se unë vi nga një fushë është epidemiologjia. Ku nëse gjen probleme në 5% të kampionit, dhe ke marrë një kampion, se si ke marrë do të gjitha, sa që shkoan dispozicion, atëherë kërkon me të drejtë dhe ngren avancon tezën që këto probleme mund të jenë dhe në pjesën tjetër të kutive, apo jo. Absolutisht, kjo është realiteti, me këtë kërkesë ne themi një shive të pasër e themi kështu. Nuk është të thonë që të bëjmë xhiron e botës që të vërtetojmë që qielli është blu. Se da, duhet ta që të kuptojmë. Të shifët dhe nga Shqipëria që është blu. Shofim blu. Nisë. Ose nga Tirana. Dhe në këtë moment që neve jemi, ne bëm kërkesën tonë ashtu siç ta lejon kushtetuta dhe ashtu siç ta lejon edhe praktika institucionale. Po Partia Demokratike pse ishte dakord? Jo, Partia Demokratike ishte. Çto mbështeti? Ishte dakord. Po si jep autorizim? Nuk jep autorizim, pra tani ma thuaj çik fal, ose. Për këtë kjo pastaj ishte kleç kështu budallik i momentit. Shkoti që ka bë blybash me budallik dhe tentativat të njëjtura.